Përshëndetje të nderuar bashkëndëtar. Po lajmëron këtu nga klinika e Krefeld Helios. Janë në trajtim të një kanceri shumë të keq, që gjitha organet i ka kaplu. Nuk di. Po unë besoj në Zot edhe besoj në ju, nëse ju na ndihmoni lutjet i bashkojmë, Zoti do të na ndihmon. Është vullneti jam që edhe nëse shkoj nga kjo botë, beslidhjen e shekullit 21 ta organizojmë. I bëjmë thirrje familjes Jashari, Harabinaj, familjes Kurti, familjes Pacolli, familjes Rama në Shqipëri, familjes Berisha, familjes Lapaj dhe gjithë përfaqësuesve të politikës shqiptare, predikues fetar, që të sakrifikojnë me 21 nëndor, ku do në botë prej orës 21 të marshojnë me sloganin thuaj me zemër dhe shpirt, stop hidhrimit, hakmarrjes, dhunës, vrasjeve, krimit dhe luftra ku do në botë dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri. Në bibliotekën kombëtare në Prishtinë Meramje të organizohet kuvendi i pajtimit kombëtar për të mirën e vendit të rajonit, që ta gjejmë forcën e faljes dhe mirëkuptimit, pajtimit dhe bashkëpunimit, betohemi me zemër dhe shpirt që keq nuk do të menojmë, nuk do të flasmi, as nuk do të bëjmë për njëri tjetrin. Të keqen me mirësi do ta ndryshojmë, pastrojmë apo luftojmë vjetën me të rinj, ta zaventësojmë që ekonomia botërore të varet nga bioturizmi, jo nga luftrat. Pra ku do në botë prej orës 21 me 21 shtator të marshojmë, të kujtojmë gjitha viktimat e vrara ku do në botë, fëmijët në vendin tonë, viktimat e përdhënume, edhe në Palestinë, edhe në Izrael, edhe në Siri, dhe kudo, dhe të bojmë thirrje të bashkëpunojmë me gjitha shoqatat kulturore, argëtuese, që të bojmë diçka. Sfida do shkon një muj ditë, çdo të shtune, pra masanenaj, prej orës 21 të bëhet ritual i njëjtë, dhe me 21 dhjetor të organizohet forumi për klimën dhe paqen dhe botë bashkë me vendet e G20. Unë dënë shumë besoj që nëse ju lutjen e pranoni, edhe Zoti do të na nderon, edhe bota do të na kupton, edhe këtë ekonomia botërore do të kthehet me punë ndershme, do të organizohet, ligjet e reja do të aprovohen, si për shembull çdo 5 vjet makinat mund rru, çdo 7 vjet kamionat, çdo 3 vjet fasadat, çdo 3 vjet mobiljet e tjera, që të motivojmë njerëzit që punëtorë të bëhen aksionar, që mos mundet kush kanën me keq përdëru, që jeta me energji pozitive ku do më organizu. Uroj që të mirë kuptoni. Zoti ju falë dhe ju nderot. Zoti ju bekot, Zoti nëjnë në mjetë që qoftë. Që Kosovën të emrojnë emrin Dardani, të lobojnë që në këtë vendet e botës, që Kosova vend, Dardania vend pasor të nëmërohet, që biblioteka kombëtare bëhet vendi shet, po dhe mali i robit atje, bëhet mali energjisë pozitive, bëhet shëtitorja e mirësisë, të vinë njerëzit ka 21 ditë me rregullat të reja, t'ja kurzojmë çdo njeri të mundet në pushim me shku, sigurimin social dhe sigurimin shëndetësor, çdo njeriu t'ja sigurojmë që mos mbetet njeri pa tarma të garantuar mundësi jetën me normal me jetu, pa shtrese,
ka shumë keqërtua stokë pa punu që pa që edhe mirësia kthehet në jetën e qytetarëve, se ndaj e fajnë vjerë në mirë kuptim një përjesë në bashkëpunim.